Ajo që do flasim inshallah sot është tema, besoj se keni marrë vesh, janë kurthet e shejtanit që ndjek, pra ato kurthe që ndjek shejtani për të humbur rob, për të humbur njeriu. Pra ndoshta ato gradet e parë mund t'i duken tamam humbje, që e kupton robi që po e humb. Pastaj në ato gradet e fundit do shihni gjona që robi ndoshta nuk i vën mendje që shejtani mund ta çojnë ato në ato grad. Allahu Azza wa Jall ka thënë: Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Thot Allahu Azza wa Jall që shejtani është armiku juaj. Armik, ajete të tjera, armik i qartë juaj. Prandaj dhe ju konsideroheni armik. Pra ai thret që ti mos i bindesh Allahut. Si e konsideron ti atë armik? Duke ju bind Allah. Ai kërkon prej teje që ti mos i bindesh Allahut, ti çfarë të bësh? Ti bindesh Allah. Kështu është marrja jote armika, që kanë thënë dietarët e tjerë. Çfarë qëllimi ka iblisi, shejtani? Innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ai thret miqtë e tij, grupin e tij që të jenë prej banorëve të zjarrit. Pra qëllimi i shejtanit është që njeriu të futet në zjarr. Ajet tjetër thot: "Fa bima aghwaytani", i thot Allahu Azza wa Jall, "la aqudanna lahum sirataka al-mustaqim." Atë të parën s'po e zgjas tek ai që ndoshta ju ngatrovat, s'du me ju fut ajo, por se mrapa e thot: "la aqudanna sirataka al-mustaqim." Do i ulem thot te rruga jote e drejtë o Zoti im, do i shndroj që ti humb ata nga rruga e drejtë. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Do t'i vi thot nga përpara, nga mbrapa, djathtas dhe majtas, dhe nuk do i gjesh shumicën atyre o Allah prej falendëruesve. Si ka thonë ato dietarët nga selefët e mrapa, nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dhe tjerë, i ka përmbledh Imam Ibn Xheriri rahimahullah që rrugët e hajrit unë do t'i ndaloj ata njerëz nga rrugët e hajrit. Pra çdo rrugë që çon te e mira, shejtani do mundohet që robin ta ndaloj. Për rrugët e këqija, për çdo të keqe, unë do mundohem thotë që t'i nxis. Do mundohem që ti të kenë dyshime rreth ahiretit, të kenë dyshime që do ringjallën apo jo, do dalin para Allahut apo jo, dhe do i nxis, do i zbukuroj dynjan. Pra ka të gjëra. Do i hedh dyshime rreth ahiretit, që do dalin para Allahut, ringjallje, do ja zbukuroj dynjan. Punët e mira do mundohem t'i ndaloj, dhe punët e këqija do ja zbukuroj. Ajet tjetër thot Allahu Azza wa Jall: "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyib", pastaj thot: "Wa la tattabi'u khutuwati shaytan", mos pasoni hapat e shejtanit. Çfarë ka thënë dietar të komenti ajetit? Kanë thënë gjunafe, ato rrugët që çon shejtani në humbje. Çfarë bën shejtani? Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ai urdhëron për gjërat e këqija, për gjërat e fllihura, se dietar mund të kenë përmend këtu imoralitetin dhe homoseksualizmin. Pastaj thot: "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun", dhe thoni për Allahun atë që s'e dini. Pra nga gjërat që urdhëron shejtani është që njeriu thot për Allahun atë që nuk e di. Prandaj po shohim këthin te komenti ajetit, ka thonë hyn këtu bidatçiu. Sepse personi bidati thot për Allahun atë që s'e di, që s'është profet Allahu. Pra, këto janë disa prej ajeteve që na tregojnë ne se çka mundohet shejtani me birin e Ademit. Ka përmend Imam Ibn Qayyim rahimahullah në librin e tij Miftahu Daris Saada, Madarijus Salikin, Badaiul Fawaid, edhe është një katër, tani për momentin nuk po vi, Ilamul Muwaqqi'in. Te këto katër libra ka përmend këto pra që janë rreth mësimit tonë sot. Se ç'a mundohet shejtani me bë me robin.
Gjëja parë që mundohet shejtani me robin është që atë ta fusin shirk, në kufër, një fat, hipokrizi. Gjëja parë që ai do është që robi t'i bëjë shirk Allahut azza wa jall. Çfarë do të thotë shirk? Besoj se shumë prej jush e dinë, është që një adhurim për adhurimeve t'ia drejtosh dikujt tjetër përveç Allahut. Apo të adhurosh dikën tjetër përveç Allahut. Ky është qëllimi kryesor i tij. Dhe momenti që ti bën shirk, çka ka thënë Allahu azza wa jall për shirkun? Inna shirka la dhulmun adhim. Shirku është padrejtia më e madhe. Ka thënë Kur'an që inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk fal ti bëhet atij shok dhe fal përveç saj kujt doj. Ka thënë që innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Ai që i bë shok Allahut në adhurim, ja ka bë Zoti haram xhenetin dhe vendin tjetër zjarr. Ka thënë për shirkun, masi ka përmend te sura Al-An'am, shumë prej pejgamberëve dhe dërguarve të Allahut ka thënë walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Nëse do kishin bë shok Allahut në adhurim, kishin adhuruar dikën tjetër përveç Allahut, apo një prej adhurimeve ja kishin drejtuar dikujt tjetër përveç Allahut, kush do qoftë ai? Qoftë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qoftë Xhibrili, Allahu nuk naqet që të adhurohet me të askush, qoftë melek i afërt, qoftë pejgamberi dërguar, siç ka thënë Sheikh Muhamedul Wahhabi, të tri baza, tri themele, tri pari. Pra ne, si musliman, nuk adhurojmë as Isa'in, as pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, as kënd. Kur janë këto që janë njerëzit më të mirë, pejgamberi sa më njeriu më i mirë, s'meriton të adhurohet atëherë të tjerë. Askush nuk meriton të adhurohet përveç Allahut azza wa jall. Pra qëllimi thot, masi ka përmend pejgamberi sa arrova të them ajetin, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Nëse ato do kishin bërë shirk Allahut azza wa jall, do ishte shkatruar ajo që ata veprojnë. Ndërkohë që Allahu i ka rujt pejgamberin nga shirku, por sa më tregu se sa i rrezikshëm është shirku, siç i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Nëse ti bëu Allahut shok në adhurim, do të shkatërrohet e gjithë vepra jote, do të asgjësohet e gjithë vepra jote dhe ti do të jesh prej të humbur. Pra gjëja e parë që shejtani mundohet me robin që ta fusë atë në shirk. E kundërta asaj që kanë ardhur pejgamberët, gjithë pejgamberët, për çka ka dërguar Allahu azza wa jall? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Pasha Allahun kemi dërguar në çdo popull dërguar që t'i thonë atyre veçoni Allahun me adhurim dhe largohuni nga taguti. Taguti, një përkufizimin e tagutit është çdo gjë që adhurohet përveç Allahut duke qenë i kënaqur. Kjo është thirrja e gjithë pejgamberëve. Ajet tjetër thotë: "Wa ma arsalna min rasul wa ma arsalna min qablika min rasul", nuk kemi dërguar para te ndonjë dërguar, illa nuhi ilay, vetë i kemi shpallur atij, annahu la ilaha illa ana fa'budu. Se nuk ka të adhuruar me drejt përveç meje, prandaj veçoni mua me adhurim. Pra gjithë pejgamberët kanë ardhur, gjithë dërguarit kanë ardhur për të kundërtën asaj që mundohet shejtani. Dhe kjo është thirrja që çdo kush që ka dije duhet thrasë rrugën e Allahut azza wa jall me tauhid duhet të fillojë. Sepse është thirrja e gjithë pejgamberëve, për këtë është krijuar njeriu, siç thot Allahu azza wa jall: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk e krijova gjindet dhe njerëzit vetëm të veçojnë mua me adhurim. Për këtë je kriju, për këtë janë dërguar gjithë dërguarit. Për ky është ajo që kërkohet për besimtarit, jetë fjala e fundit nga kjo botë, man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Kush e ka fjalën e fundit për kësaj bote se s'ka të adhuruar me drejt përveç Allahut, hyn në xhenet. Se si xheneti, siç ka përmenduar Ibn Nabi e tjerë transmetuesi hadith, po thonë ato dietar shumë dietar që s'është sakt, është thonë që se si xheneti ç'është la ilaha illa Allah, atëra janë rrot. Dhe ai davet, kush do qoftë, ajo thirrje që nuk fillon me tauhid është e dështuar. Allahu si jep sukses. Thotë Sheikh Fauzani Allahu rujt, ajo thirrje që s'ka tauhid, nuk fton tauhid, është si trupi pa kokë. Trupi pa kokë jeton? Jo. Madje ngjoni çfarë thotë. Madje më mirë mos ekzistoj se sa të ekzistoj. Më mirë mos ekzistoj se sa të ekzistoj. Këtë e kena përmend ne nga Shqipëria se ka ca ne nga ne. Thonë që kush është më mirë shkoj te shtëpia të shqiptarëve, thotë dëshmitarët e Jehovait apo xhamati tablik.
Shehu Fozani çfarë thotë tu? Thotë më mirë ajo firmë mos të ekzistojë se sa të ekzistojë. Pse u sheh? Sepse kujtoj njerëzit se kjo është feja e vërtetë. Pra i vishet fesë të vërtetë diçka që s'është prej sa. Pastaj do ta shohim se mbas më mbrapa do ta shohim se kush është ajo, pra se me çfarë kundërshtohet ky kurthi i shejtanit, mbas saj do themi diçka tjetër. Pra e para që kërkon shejtani prej robit është që personi të bëj shirk. Nëse Allahu Azza wa Jalla ja ka hap zemrën njeriu, thotë Ibnul Qayyim, i ka dhënë sukses në caktimin e tij që ky është do vazhdojnë në Islam, i jep tauhid Allahu Azza wa Jalla që të veçojë Allahun me adhurim. Madje para se të vazhdoj këtu, para se të filloj këtu, do të vazhdoj, thotë nëse ai bie në shirk, mundohet iblisi, shejtani ta bëj atë prej thirrave të tij. Këtë bëj atë, katër. Këtë që ran shirk, këtë që futi shirk mundohet ta bëj. Çfarë ta bëj? Thirrës në shirk. Pra mos ta ketë shirkun vetëm për vete, ftoj dhe tjerë. Ftoj dhe tjerë. Dhe nëse arrin këtë, thotë që ai ta fusë atë në shirk, shejtani thotë rehatohet. Është shefi ti më i madh dhe rehatohet. Sepse që normal ky person nëse vdes me shirk, nuk pendohet tek Allahu, ku e ka vendin? Si tha majetin, Allahu e ka bo haram ati xhenetin dhe vendi ti është zjarri. Arriti qëllimin. E thret grupin e tij, miqtë e tij për t'i bërë çfarë? Banorët e zjarrit. Arriti. Nëse Allah tani kthehemi asaj te. Nëse Allahu Azza wa Jalla ka dhënë mundësi këtij personi që të zohet rrugën e Allahut Azza wa Jall, ta ketë tauhidin e pastër ti atje më radh, mundohet kalohet te e dyta. Çfarë është ajo grada e dytë që kërkon shejtani? Ta fusin bidat të person. Të bëj që ky person bi në bidat. Të besoj gjëra që s'kan në Kur'an e Sunet e rrugën e sahabëve, apo të vepoj adhurime që s'janë pra sipas Kur'anit dhe Sunetit dhe rrugës së sahabëve. Pra besime, fjalë apo vepër. Thotë Ibnul Qayyim, dhe kjo pra bidat ose ky bidati është më i dashur tek ai se gjunafet qofshin të mëdhaja. Fjala e Ibnul Qayyim kjo, çdo to që po flasim, domethënë këto sidomos këto tani, janë fjalë e Imamit Ibnul Qayyim rahimahullah. Thotë edhe ajo bidati është më i dashur tek ai se gjunafet qofshin dhe të mëdhaja. Madje ka përmend shehu ti, Sheikhul Islam, Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, ka thënë që bidati është më i rëndë se gjunafi, duke u bazuar thotë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me mendimin e gjithë dietarëve. Pra s'ka khilaf, s'ka dy fjalë. Mendimi i gjithë dietarëve është që bidati është më i rëndë se gjunafi. Thotë duke u argumentuar, duke u bazuar ku tham, në sunet dhe mendimin e gjithë dietarëve. Ku është suneti? Për çfarë fjalë ka për sunetin? Thot, po ta shohësh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur për xhawarixhat, ato që për dietarët sot i quajnë tekfirsa, i ka quajtur ata si krijesat sharrul khalqi wal khaliqa, si krijesat më të këqija. Ka ardhur hadithe që janë kilabun nar, që janë të zjarrit. Ndërkohë thot kur i ka ardhur ai person, që pinte alkol, pirë alkoli çfarë? Bidatë që Gjëno. Disa prej sahabëve kanë folë kundër atij, çka ka thënë? Mos e bëni këtë gjë fa innahu yuhibbu Allaha wa rasulahu, sa i do Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë gjë nafsharin ka thënë do Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga ana tjetër për bidat që ka thënë që janë, për sidomos xhawarixhët, janë krijesat më të këqija. Po të zgjatemi te xhawarixhët, më që tema është apo ai simpoziumi është kundra terrorizmit dhe ekstremizmit. Aty do zgjasim këtu, mos i të marrëm temë pas sqarojmë çik bidat. Po që të kuptoni këtë çështje, që kur dietarët thonë bidati është më rëndë se gjunafi, ky ka argument nga suneti dhe mendimi i gjithë dietarëve. Dhe mos kuptoj njëri gabim këtë gjë që përmendin dietarët që njerëzit e sunetit, selefit i nënvlerësojnë gjunafet. Kjo nuk do të thotë që nënvlerësojnë gjunafet. Sepse nga besimi i personave të sunetit është që imani është besim me zemër, shprehur me gjuhë, veprim me gjymtyr, shtohet me vepra të mira, paksohet me
Gjunafe. Pra këto gjunafe çfarë bëjnë? Pa paksojnë imanin. Dhe do shihni edhe këtu tani kur të vi puna rukurthi i shejtanit, që hapi tret, nëse s'fut bidat ku çon, të mundohet shejtani që të fusi ty në gjunafe të mëdha. Pra shirk jo, bidat jo, trujtja Allahu nga shirku dhe bidati, ku çon shejtani? Te gjunafet e mëdha. Pra kthehemi, vazhdojmë këtu te bidati. Pra asnjëherë mos kuptoni që kur njerëzit dietarë të sunetit thonë që bidati është më i rëndë se gjunafi, do thotë që ata nuk besojnë gjunaf. Hapi 4 që shejtani ndjek është që të fusi ty në gjunafe të vogla. Do i shihni do flasim prapë për gjunafet e vogla. Pra asnjëherë mos kuptoni që kjo është nën vlerësimi i gjunafeve. Do thotë që njerëzit e sunetit nuk merren me gjunafe, vetëm bidatin kanë. Jo, njerëzit e sunetit flasin për shirkun, i ftojnë njerëzit tauhid, i paralajmërojnë nga shirku. I ftojnë njerëzit sunet, i paralajmërojnë nga bidati. I ftojnë njerëzit bindje dhe Allahut, i paralajmërojnë nga gjunafe. Ashtu siç ka bëu kush? Pejgamberi sa. Në janë ka thonë kapuni me sunetin tim dhe me sunetin e prisave drejt, e të uzuar, nga ana tjetër vetëm kaq ka thënë kapuni me sunetin tim fort me dhëmball tira me radhë, vetëm kaq. Dhe ruhuni nga bidat. O yakum muhdathatil umur, dhe ruhuni nga gjërat e reja në fe, se çdo gjë e re në fe ç'është? Është bidat, çdo bidat është humbje, çdo humbje është nxjerr. Pra nga janë thot ka thënë kapuni, nga i ka thënë ruhuni. Ai që i thot njerëzve kapuni dhe nuk i thot ruhuni, është sipas sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Ja. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë dhe kapuni dhe ruhuni. Ai që i thot vetëm kapuni, ndërkohë që Hudhaifa radhiyallahu anhu kur i ka ardhi ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e dini çfarë ka thënë Hudhaifa? Që ka ditë emrat e kujt? I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam emrat e munafikëve, është sahibu sirri Rasulillah, personi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i besonte ato shjetat sekretet. Ka thonë ishin njerëzit që e pyesnin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam thot për të mirë, kurse unë e pyesja për të keqen thot që të ruhesha prej saj. Ishin njerëzit që e pyesnin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për të mirën, kurse unë thot e pyesja për të keqen që të ruhesha prej saj. Pra shejtani do që robi të bie në bidat. Pse? Tham që është më i dashur për të se sa gjunaf. Thot Imam Sufjan al-Thauri rahimahullah, el bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Bidati është më i dashur tek iblisi se sa gjunafi. Pse? Thot sepse personi që bie në bidat nuk pendohet nga bidati, kurse personi që bie në gjunaf pendohet. Personi që bie në gjunaf, ke pa njëri që bën gjunaf kur e këshillon, çfarë thot? Zoti na fal, Allahu na forcov, tira më radh. Kurse personi që bën bidat e çun atë, e çun fe. Kujton se po afrohet Allahu, po afrohet tek Allahu me këtë. Edhe dikush që e çun fe diçka, e çun diçka të mirë, diçka të keqe. Diçka të keqe. E çun diçka, domethënë diçka të mirë, nuk e çun diçka të keqe. Edhe nuk pendohet. Pa përgjithësi ka thënë dietar bidatçit nuk pendohet. Ka pasur bidatçit që Allahu i ka udhëzuar, alhamdulillah, pa përgjithësi nuk pendohet. Siç ka thënë Imam Ahmedi, nuk i jepet sukses atyre që pendohen. Në përgjithësi, se ka pasur alhamdulillah që janë kthy. Pse ndodh kjo që nuk pendohen, se kujtojnë se është diçka e mirë. Është diçka prej fesë. Tjetra çfarë thot, nga gjërat që ka thonë, një nga gjërat, siç thamë përpara të ajetit, bidati është të flasësh për Allahun pa dije. Pa ti po flet për Allahun pa dije. Dëmi i kthehet fesë. Pra se ti shpik për fen Allahut diçka që s'është, pra i vesh fesë diçka që s'është prej saj. Kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzit e sunetit. Bidati bën që e vërteta mos merret vesh. Ngatrohet e vërteta me të kotën, e kota me të vërtetën. Të vërtetohen njerëzit që gënjejnë dhe përgjigjëstrohet ata që thonë të vërtetën. Madje thot, wa hiya babul kufri wa shirk. Bidati thot çon është dera që çon te shirku dhe te kufri. Çon te grada e parë. Madje thot mund vazhdoj njeriu me bidatin derisa dali prej fe. I vogël i madh derisa shkote dali prej fe. Pra bidati asnjëherë nuk duhet nënvlerësohet. Po çifni,
Imam Barbahar rahimahullah thot wahdhar sigara al-muhdathat, runga ato bidatet e vogla që rob mund të shohit vogla se ato nuk do të vazhdo koha dhe ato kthehet mëdhaja. Derisa robi në shkatroj, mund të shkojnë varet ku shkojnë. Edhe nga shembull që japin dietarët për këtë, japin historinë ose atë hadithin apo etherin që ka ardhur nga Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu me Abu Musa al-Ash'ari, që pa ato persona në xhami ishin mbledh duke bë dhikr. Mblidheshin, pra persona të mbledhur, kishin mbledh sa gur dhe dikush thoni 100 herë subhanallah, merren ato me gur subhanallah, subhanallah, subhanallah. Thonë 100 herë alhamdulillah, alhamdulillah, me gur, ha? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kur ikën ibn Mesudi thotë shef ata, çajini kjo që po boni? Ç'është kjo që po boni? Thot, ose jeni më të uzuar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët, ose keni hap derën e humbjes. Kanë mos i thonë ato nëna më të mirë se pejgamberi sa me sahabët, thonë ndoshta. Sa ndoshta. I ngeli kush ngeli? E dyta, keni hap derën e humbjes. Gjojnë që thonë, subhanallah ja Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Subhanallah Abu Abdurrahman, kunja e Abdullah ibn Mesudit, ne nuk doni vetë se të mirën. Kjo gjë që përmendin shumë, kush e di sa vetë, kur bën gabime, bim bidat e tjera me radhë, po ti thosh e kishte jetën e mirë. E ka me jetë mirë, e ka me zemër të pastër, pse ky s'do me hyn në xhenet, e tjera gjëra që mundohen të justifikohen këta njerëzit e të kotës. Ibn Mesudi radhiyallahu anhu ai thotë, wa kam min muridin lil khair la yusibu. Sa njerëz që duan të mirë, e duan të mirë, por nuk arrin të mirë. Sa njerëz që duan të mirë, por nuk arrin të mirë. Kam gjuhë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do vinë sa njerëz që do e lexojnë Kur'anin, nuk do hyj aty në zemër, pa do lexojnë pa kuptim, nuk do e kuptojnë ashtu siç duhet, nuk do ndikojnë prej Kur'anit dhe mendoj se shumica atyre jeni ju. Amr ibn Salama apo Amr ibn Abbas, s'po vjen mend emri tani, thot i kam pa shumicën atyre që ishin prezent, na luftonin në ditën e Nahrawanit. Çfarë është dita e Nahrawanit? Ditën kur Khawarijët janë mbledh për të luftuar kë? Qafirat e Ali radhiyallahu anhu dhe sahabët. Për imagjino bidati çfarë fillojnë duke thënë xhami subhanallah, që nga 100 herë me gur, ku shkon? Duke luftuar sahabët. Edhe dini çfarë thonin? Ku i thonë dikush me sahabë që ti me këtë që po bën, do hysh zjarr, po vret sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do morin vesh të kush do hyj më para në zjarr. Për çaj rendemene, sa i kishte mëshuar shejtani. I kishte mëshuar shejtani aq shumë sa mendonin që sahabët do hyjnë në xhehenem, mund të hyjnë, sipas atyre do hyjnë në xhenet. Prandaj çfarë thuat? Ali radhiyallahu anhu kur ata Khawarijët janë vrarë, ka qëndruar mbi ta dhe ka thënë laqad darrakum man gharrakum. Ju bëri dëm ai thotë që ju mashtroi. Ju dëmtoi ai që ju mashtroi. I thonë, "Wali thotë kush i mashtroi këta?" Thotë shejtani dhe vetja e tyre që i urdhëron për keq. Kush i mashtroi këtë drejtë kur themi ne? Shejtani dhe vetja e tyre që i urdhëron për keq. Pra shejtani, kush i çoi Khawarijët deri atë grad? Shejtani. Ali radhiyallahu thotë që i çoi kush? Shejtani. Prandaj një nga gjonat e bidatit është që ata janë humbje dhe kujtojnë se bëjnë mirë. Pra janë humbje dhe kujtojnë se bëjnë mirë. Pejgamberi sa çka ka thënë për Khawarijët? Ka thënë yaqra'un al-Qur'an, e lexojnë Kur'anin, yahsabunahu annahu lahum wa huwa alayh. Kujtojnë se Kur'ani është për ta, ndërkohë që ai është kundër atyre. Hadith Abu Daudi. Thonë ata lexojnë Kur'anin, kujtojnë se është për ta, ai është kundër atyre. Dhe Ibn Abbas radhiyallahu anhu kur i ka domethënë me lejen e Aliut radhiyallahu anhu, ka ikë në debatojë me to, ai ishin mbledh gjithë me i vën. Thuhet një transmetim që kanë qenë 6000 veta. Gjëja e parë nga gjërat sa shohin Ibn Abbasin, i thonë njëri tjetrit mos bëni debat me. Mos bëni debat me këtë. Pastaj me njëri tjetrin konfliktohen, ndërsa Ibn Abbas i flet aty. Mani mend, mos bëni debat me këtë një. E dyta, që më interesonte tema, e dyta i thot Ibn Abbas, ngjojnë çai thot radhiyallahu anhu. Ju kam ardhur nga muhaxhirët dhe ansarët,
nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe s'po shoh mesin tuaj ndonjërin prej tyre. Ju ka marrë nga muhaxhirët dhe ansarët, nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe s'po shoh mesin tuaj ndonjërin prej tyre. Do thotë që me Hawarixhët s'kishte asnjë prej sahabëve. Pra ata ishin shkput nga sahabët. Apo dietarët e kohës që ishin trashëgimtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ju këtu keni dy gjona për Hawarixhët. Dhe kur themi Hawarixh do kuptoni më mbrapa që dietarët e sunetit kanë thënë që Hawarixh, një nga kokat e Hawarixhëve të sot janë Ikhwanul Muslimin, vllazëria Islam. Dhe gjithë ato që kanë rrjedh për tyre, duke filluar nga grupet e tekfirit, duke filluar ISIS-i, Al-Qaida më sipër, nga Al-Qaida ka rrjedh ISIS-i dhe Nusra, e tjera, to që quhen dietarët e Qutbiyin, e tekfiriyin, Jamaatul Jihadi wa Tawaquf wa Tabayyun, Jamaatul Hijra, pra këto tekfirit e tjera me radhë, gjitha janë si pjell e Ikhwansave. Dhe po ti shohësh imami i tyre në përgjithësi kush është? Sejid Kutub. Pra belaja, nëse doni gjeni se ku është belaja, burimi i tekfirit janë librat e Sejid Kutubit, nuk janë librat e dietarëve të sunetit. Ai thotë dhe ata muezinë që thresin ezanin, e tjera janë radhën murtedin, kanë dalë për feje. Nuk ka thotë një sot i komunitet muslimon thotë që i ka bërë njerëzit qafira, e tjera më radhë nga librat e tij. Pra këto gjuna duhet ti, si më thonë muslimonët, ti kuptojnë që njerëzit që akuzohen dhe nuk i duan Hawarixhët kush janë? Dietarët e sunetit. Dietarët e menjërit selefia, kur themi për dietarët e sunetit, e kena fjalë për Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh, Sheikh Saleh Al-Hidan, Sheikh Saleh Al-Fawzan, Sheikh Abadi, Sheikh Rabia, Sheikh Ubedi, Sheikh Muhammad ibn Hadi. Për këto kemi fjalë. Nuk e kena për dietarët e sunetit që mund mendoj dikush tjetër. E tjerë më radhë, to janë disa emra që u përmendën. Pra po ti shohësh, do thotë të dy dobit. E para, që kur ikën Ibn Mesudi radhiyallahu anhu thotë, ai Ibn Abbasi çai thotë, që s'ka ndonjërin prej jush mesin tuaj ndonjërin prej sahabëve. Do thotë që Hawarixhët janë shkputur nga dietarët e sunetit. Dietarët e sunetit sot çfarë thon për ISIS-in, për Nusrën e për tjerë, çfarë thon? Do them disa fjalë për ty. Që janë Hawarixh, janë tekfirista. Pa dietarët e sunetit janë nga janë, këta janë nga janë, nuk kanë gjithë prirë krahe nga dietarët e sunetit. E dyta, ngjoni se shumë e rëndësishme, momenti që i thot ai mos debatoni me këta. Gjëja që ata mundohen shumë, që njerëzit, sidomos rinin, se pejgamberi sa kur ka përmend Hawarixhët, çka ka thënë? Ahdathul asnan sufahaul ahlam, janë moshë re dhe mendje lehtë, nuk ka logjika ashtu siç duhet, nuk logjikojnë ashtu siç duhet gjëra. Pra këtë rini që bie zakonisht pre këtyre, ata mundohen që mos t'i ngjojnë dietarët e sunetit. Sepse nëse kjo rini do ngjojë dietarët e sunetit, do e mori vesh të vërtetë dhe çfarë do bëj? Do largohet prej tyre. Ata mundohen që ai mos ketë mundësi të ngjojë dietarët e sunetit. Dhe momenti që Ibn Abbasi ka komunikuar me ta, ka debatuar me ta, ka ardhur transmetimi, një transmetim po ju them, që nga 6000 veta që kanë qenë, janë kthy 2000 veta. 2000 veta janë kthy, janë pendu. Bone Allahu sebeb ka Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kjo është e ka transmetuar Imam Darimi këtë historinë e Ibn Abbasit. Kurse te Muslimi, te Sahihu Muslim, te kapitulli i imanit, kapitulli i parë, ka përmend Imam Muslimi kur ka përmend hadithet e shefatit, që një person që ka emrin Yazid al-Faqir ka shkuar në Medinë dhe ka gjuajtur Xhabir ibn Abdullah al-Ansari, një prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që po tregonte hadithet e shefatit që njerëzit do hyjnë zjarr xhenemit dhe do dalin. Normal kjo është hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo kiet për qëllim ato persona që kanë vdekur me tauhid, duke veçuar Allahun me adhurim xhallahu. Pra si kanë bërë Zotit shirk. Ka ardhur hadithe që do hyjnë zjarr dhe do dalin. Momentin ai kur e ngjon këtë, se ishte i pyetëm duke për shefatin, atë që mohojnë shefatin, ja vjen këtu përgjigje. Pra ata mohojnë shefatin, nuk mohojnë shefatin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do i lutet Allahut që të vijë gjykojë mes njerëzve. Ata mohojnë shefatin, çfarë shefati? Një nga për këtyre që njerëz që kanë hyrë zjarr do dalin. Momenti që ai e ngjon thotë si do hyjnë e do dalin, se ata i thon ajetit. Kullama aradu an yakhruju minha uhitu fiha, Allah thotë se sa do ndalin prej zjarrit ç'a bëjnë? Kthehen të. Pra ajete që kanë ardhur për qafirat ata i mendon për këtë.
I thot, a e kënë gjuti, i thot, me kamen Mahmud? Që bëjmë të duaj e zanë, ku e bathu, me kamen Mahmuden e ledhi, u apte. Pra këmy me kamen Mahmud, e kënë gjunë e thot, a e kënë lezu Kurani, po e kam lezu, a e kënë gjunë me kamen Mahmud. Me kamen Mahmud e shefati, pra shefati që dërmesimi që do bëjë pejgamberi sa për këta persona, dalin nga zjarri i xhehenemit. Pastaj i thot, ç'është kjo që thoni më shok të pejgamberit sa thonë? Edhe i thot to ajetet, pastaj në fund i thon njëri tjetër. Thot ne kishim vendosur që do bëjmë haxh, gjoni çameni, Allahu na rrit. Do bëjmë haxh, mos i bëjmë haxhin, kryjm haxhin, do dalim me mendimet tona të xhawarixhëve ti shfaqim të haxhit. Mos i ngjun Xhabir radiallahu anhu, thot u kthym gjithë u pendum përveç njërit. Edhe këtu prapë çfarë shihni? Që momentin që patën kontakt me sahabët, me dietarët e Sunnit, çfarë bën? Me Ibn Abbasin patën kontakt, shumë prej tyre u kthyn. Me Xhabir radiallahu anhu te Sahih Muslim, çfarë bën? Mos i patën kontakt, u kthyn. Prandaj, një nga gjërat që ata mundohen është që mos kenë kontakt me dietarët e Sunnit. Prandaj nga fjalët që ka thënë dietarët e Sunnitit për këta, unë kam shkruar disa prej tyre, në Fio Arabi Saudite që Abdul Razak Sheikh ka folë shumë. Unë kam shkruar disa fjalë, kjo e fjala e Sheikh Lihidanit, Allahu e rujt, masi kanë thënë që për këtë shtetin islamik, ka thënë ç'është kjo fjalë, ne distancohemi tek Allahu nga kjo fjalë. Ne jemi larg kësaj fjale, pra nuk është shtet islamik. Pastaj thotë, a ata apo i fton njerëzit tauhid dhe po largon nga shirku? Ata janë njerëz, pastaj thotë se kush përfiton nga kjo? Nga kjo thotë përfitojnë qafirat që të prishin imazhin e Islamit dhe nuk lejohet për asnjë të ri që t'i bashkohet këtyre, thotë ISIS-it, Nusa e tjerë. Nuk lejohet, është ndaluar që dikush prej muslimanëve t'i bashkohet këtyre. Kjo është fjala e Sheli Hidanit. Unë ju kam bledh disa, shumë fjalë. Një nga fjalët ka thënë hadha tajammun fasidun la khayra fi. Ky është një lloj mbledhje, grupimi njerëzish thotë, është fasid, është i prishur, nuk ka hajër në të. Gjithë muhabeti po bëhet për ISIS-in, për ISIS-in. Sheikh Ubedi ka thënë që ky është shtet xhawarit, pra janë xhawarit tekfirsa, mënyra se si i ka qyt krima ato që kryejnë ata, që bëjnë halal gjakun dhe pasurinë e muslimanëve, e shef thotë që ata janë trashëgimtarët e xhawarixhëve në kohën e kujt? Kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata që fitojnë prej kësaj, pra një nga gjonat që fitojnë prej kësaj, ata që fitojnë është që t'i prishin imazhin Islamit dhe muslimanëve. Ka përmend Sheikh Abdullah Buhari kanë qenë të dy me i takim, kanë thonë që ai që shef veprat e këtyre nuk dyshon që ata ose nuk kanë ndryshim ata nga xhaurixhët e parë thotë çfarë kaq. Ai që shef veprat, fjalët e tyre, shkrimet e tyre, këta persona nuk ndryshojnë nga xhaurixhët e parë çfarë kaq. Ka përmend Sheikh Muhammad ibn Hadi ka thonë që masi ka përmend që si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam du'atun ala abwabi jahannam, thirrsa në dyert e xhehenemit, kush i përgjigjet ata hedhin zjarrin e xhehenemit. Ka përmend gjitha këto grupet, Ikhwansat, Nusran, ISIS-in, Al-Qaiden e tjerë mëra. I ka qenë nga personat që thrasin dyert e xhehenemit, ka përmend ai që ka dije për këta e ka obligim të flasë kundra këtyre. Sepse këta janë njerëz për është i bashkim thotë që është i prishur dhe s'ka hajër në të. Madje thonë, dini çka kanë bërë tani këtë kohë të fundit thotë, kanë nxjerr kushtet e pendimit. Që ti të hysh me ta ka ca kushte. A ja pret mena thonë se çfarë është kushti i parë? Kushti i parë është duhet pranosh se ti ke qenë qafir. Po ti mund të kesh 20-30 vjet që i falësh Allahut, si ke bësh shirk Allahut, ti kur të hysh me ta, duhet të thosh që un kam qenë qafir, tani jam bo besimtar kur hyra me ju. Thotë kjo është fjala që xhawarixhët i kanë thonë Aliut radhiyallahu anhu. E dinë çka ka thonë xhawarixhët Aliut? Thotë ti pranoje që je qafir, pastaj flasim. I ka thonë nëse un pranoj që jam qafir, laqad abqaltu jihadi ma rasulillah. E thotë kam hedh po jihadi që ka bërë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pa po thash qafir gjithë jihadi që u bëra me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u hodh poshtë. Është e njëjta fjalë, s'është e njëjta fjalë. Apo ndryshon. Pra një nga kushtet që ti të bosh, të hysh me ta, është të pranosh që je qafir. Tjetër,
Thot, kjo është nga këto kohët e fundit, thot na jep këshill për këta tisisit, thot për këta të rinj që janë bashku me këta. Thot këta tisisit, arabisht i thon Daesh, pra shteti islamik i Irakut dhe Shamit. Thot këta janë shumë, thot. Dikush i thot që kush janë shumë? I thot filloj me nanën e këtyre ISIS-it, thot. Ata janë i huacë. Ata thot që një për dietarëve të Egjiptit, Sheikh Muhammad Hamid al-Faqi, për dietarëve të mëdhenj të Egjiptit, nuk i quante Ikhwanul Muslimin, vllazëria islame, por se i quante Khuwanul Muslimin. Tradhtarët e muslimanëve. Dhe për dije, këtë po e jap tani me ardhimeni, alhamdulillah. Ky ka shku me Hasan al-Banna. E dini kush është Hasan al-Banna? Themelusi i vllazërisë muslimane. I është ofrua Hasan al-Banna që hajde të thrasim njerëzit në islam, ose hajde të bëjmë davet. I ka thënë rregull, do bëjmë davet, po si ku do i thrasim njerëzit? Ne e përmendëm fillim dhe ju inshallah besoj që gjithë ju e dini ose shumica për ju e dini që njerëzit ku do i thrasin? Gjëja e parë, në tauhid. Që ta veçojnë Allahun në adhurim dhe të praktisin lën shirkun. I thot ku do i thrasim në njerëzit? Thot i thrasim në islam. Pra në islam përgjithshëm, bëhen musliman. Thot ne do i thrasim njerëzit siç i kanë thënë gjithë pejgamberët. Tauhid. Jo thot në islam. Nëse do të pasojmë rrugën e pejgamberëve, i thot, duhet me i thret njerëzit ku? Në tauhid. Jo, po nuk na vinë në njerëzit. Ty të intereson vinë njerëzit as vinë apo ti thresë njerëzit që kanë thirrë pejgamberin. Madje nga gjithë takimet e tjera, jo të shehut, po dikush tjetër i ka thënë këto njerëzit që po të rrafojnë ty, që ke rrafteje, ka për tyre thotë që thonë që këta pra bëjnë shirk. Thonë që këta evliat i lutën këtyre evliave, i kërkojnë ndihmë përveç Allahut, apo i thonë din shetën, si ti marr rreth dhe nuk i këshillon. Thotë nëse do vdesësh ti, thotë si do i përgjigjesh Allahut? Thotë e di unë si i përgjigjem Allahut. Ka fjalët Hasan al-Banna, sa? Qoni do më thonë çalloj Allahu na ruaj, do më thonë ai gudit thotë di unë si i përgjigjem Allahut. Pra, thotë nëse do filloj për ISIS-in, flasin për nënën e ISIS-it që janë Ikhwancët. Janë Ikhwancët. Madje thotë që ata janë Khawarij, thotë qoftë nga nëna, qoftë nga baba. Pra nëse pyeteni se kush janë Khawarijët e sotëm, ku është baza? Nona si më thonë, robi kthehet te nona nga jo ka lind, çu janë ta? Pra gjithë to belat kanë lind nga këta. Ja u thashë dietarët e sunetit, kanë kohë që lexojnë librat e tauhidit dhe sunetit. Kanë me kohë. Ka dalë në njëri nga dietarët e sunetit terrorist? Të bëjë shpërthime? Jo. Kanë kohë vite para se lindi fare këta. Para se dini fare kush janë Ikhwancët e tjerë të janë rradh. Dietarët e sunetit ka dalë dikush nga ata kështu. Kur këto vitet e fundit 20, 30, 40 që kanë dalë këta, ata kanë kohë që kanë hyrë në Arabi Saudite, por se këto veprime që kanë bërë shpërthime në Riyadh, janë mundur në Mekë, në Medinë etj etj me radhë. Pra kanë bërë këto shpërthime dhe kur është pas se kush ka qenë ndikimi i tyre, nuk kanë qenë dietarët e sunetit, se dietarët e sunetit nuk kanë ndodhi as terroristëve që kanë fol. Por ISIS-in kanë fol. Para shumë kohësh për Algjeri, kur kanë qenë Khawarijët e Algjerisë kanë fol, për 11 shtatorin kanë fol. Pra nuk ka pas jak terroristëve se dietarët e sunetit kanë fol. Për këtë në Francë folën, për këtë Boko Haram që shifën nga Nigeria kanë fol. E tjera me radhë është fol. Pra nuk ka pas jak që bingu dështim me Islamin, vetë është fol. Madje një nga këshillat që ka përmendur Sheikh Rabia, thotë që në Europë mund të ketë njerëz që kanë akiden e Khawarijëve dhe Rafidëve. Pra njerëz që kanë këtë akide. Ajo që është detyrë për ju si musliman, që të pasoni rrugën e selefëve, ti kritikoni këta. Dhe mos thoni që jena në Europë si do kritikojmë ne musliman me njëri si ta kritikojmë me njëri tjetrin. Ato që do të doni të heqë rrugën e selefëve, të kritikojnë ta, se kjo është rruga e selefëve. Për çfarë? Ka përmend dy arsye. E para që këta ndoshta kthehen te rruga e Allahut azza wa jall dhe pendohen. E dyta, që të morin vesh njerëzit që veprat që bëjnë këta, fjalët që thon këta s'kan lidhje me Islamin. Që ta kuptojnë dhe njerëzit që veprat e këtyre s'kan lidhje me Islamin. Dhe ai që hesht apo i mbron, ai thotë ka tradhtu Islamin dhe ka është bosh shkak që të nënçmohet Islami.
Unë shpesh e kam përmend këtyre vëllezërve në Shqipëri, i fjalë shumë një për dietarëve ka emrin Sheh Abdulselam ibn Berxhes, ka vdek Allahu më shpërt. Thot një fjalë shumë e bukur, më ka bërë shumë përshtypje. Thot, sigur që atëra tjetër thot me miliona lek, ka përmend shumë të madhe, nuk do arrinin të aprishnin imazhin e Islamit siç e ka prish tot Al-Qaida. Sigur të investohej shumë lek. Nuk do arrije të prishe imazhi i Islamit siç ka ndodhur me Al-Qaida. Dhe për dieta dini që Al-Qaida, domethënë është ISIS dhe Nusra kanë dalë nga Al-Qaida. Dhe ca dietarë ose ca shujga selefi kanë bërë ligjërate, kanë quajtur ISISin dhe Nusrën dy anë të një monedhe të vetme. ISISi dhe Nusra janë dy anë një monedhe të vetme, por do thonë i kanë bërë shafira njëri tjetrit. Unë kam zgjedhur fjalë tut Imam Wahbi ibn Munabbih për tabiinëve, ka thënë që Allahu Azza wa Jall thotë nuk ka pas ndonjëherë që të kem thotë wallahi ma kanat lil khawarij jama'atun qat illa farraqaha Allah. Thotë pasha Allahu nuk kam pas i grumbullim i grup khawarijë thotë vetë se Allahu thotë i ka shkatruar dhe i ka përçar. I ka shkatruar dhe i ka përçar. Madje thotë nuk ka dikush prej tyre që shfaq fjalën e tij vetë se Allah mundon thotë që ti ndodhi e keq atij. Të vritën. Dhe kjo është deri diku çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për xhawarijët, e dini çka ka thënë? Kullama kharaja lahum qarnun quta. Sa herë që del një grup prej tyre thotë ai shkatrohet dhe pritet. Kullama kharaja lahum qarnun quta. Sa herë që del prej tyre një grup thotë shkatrohet derisa dali thotë në ushtrinë e tyre kush? Dejjal. Kjo tregon që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që ata do shkatrohen. Pastaj thot vallahi thot po të marrin ata drejtimin e shtetit thot do kthehet çështja e xahilitet. Do bëj sikon e xahilitetit thot vetëm shkatrim do ketë. Dhe po ti shohësh thot çohet njëri, ngjoni tani. Çohet njëri dhe thret që un jam halifja. Është kjo ja? Halifa muslimanëve Abu Bekr Bagdadit. Apo Xhaulani apo tjerë më radh. Thot i mgjidhen ja 10.000 veta, e përmend që në atë kohë. Dhe po ti shohësh thot fillojnë bëjnë qafira njëri tjetrin dhe vrasin njëri tjetrin. Kjo ka ndodhur rëndës. Madje këta xhawarijët, Allahu na rrit, shko shejtani me këta derisa, siç thot Imam Al-Lalekai, kanë qenë dy prej këtyre thot duke bë tawaf. Duke bë tawaf në Kabe. I thon njëri tjetrit, i shef gjithta thot, këta ku ishin ata? Duke bë tawaf në Kabe. I thot gjithta nuk janë xhenet. I thot çuditë. I thot gjitha që bëjnë haxhit tu, ç'a bëjnë umre, thot gjithë nuk janë xhenet, po e thot. Po mi mulla Allah thot që xheneti ka sa gjërësi e qive dhe e tokës. Allah thot nuk e ka krijuar xhenetin vetëm për ty e për mua. Po e thot vetëm për ty e për mua. Thot le i thot marr xhenetin për vetë. Edhe rregohet. Thot xheneti më imagjino arri robi derisa thot xheneti është vetëm për mua. Ka humbje më të madhe se kjo. Pra imagjino ku shko shejtani, ku çon shejtani derisa robi shkon këtë humbje. Pra ju thash që bidat çon rruga deri Allahu na rrit mund dalësh prej fe. Pastaj thot Ibn al-Qayyim Allahu më shëroft, shejtani thot i shef njerëzit që i përgjigjen. I shef njerëzit që i përgjigjen te bidati. O janë koka thot drejtues, o janë drejtues, o janë pasues. Nëse dikush thot është drejtues, gjoj këto urdhra do japi shejtani thot, nëse dikush është drejtues, e urdhron që të kryet këtë adhurim shumë, e urdhron me moral të mirë dhe me zuhd. Zuhd, një nga përkufizimet e zuhdit është që robi të lejë ato gjëra që nuk i bëjnë dobi në ahiret, siç thot Imam Ibn Taymija. Imagjino shejtani urdhron këtë. Se bidat e ka fut të person. E urdhon që të ketë moral të mirë, të adhuroj Allahun, të ashtoj adhurimin pse ho, pastaj thot e bën që të lavdërohet te njerëzit, që me anë të këtij thot peshkohet, kapet gjah. Kush kapet gjah? Allahu na rrit. Njerëzit ignorant, njerëzit që s'din thot dhe ata që nuk e njohin sunetin. Pra kush bie viktim? Njerëzit që janë nuk din dhe njerëzit që nuk e njohin
synetin. Sepse ai që me mirësinë e Allahut e njeh synetin, i di se kush janë xhawarijët, i di se kush janë grupet e humbura, i di se kush janë tekfirsat, terroristat e tjerë me radhë, dhe me lejen e Allahut, me ndihmën e tij ruhet. Problemi është që s'di. Ai pejgamberi sa thot, me yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din. Ai që i do Allahut mirën, çfarë bën i bën me kuptu fe. Pa kjo është përmirësi që Allahu do për robën që ai të kuptoj fe. Ngjoni, mundohet që këta. Atë ka thënë Imam al-Auzai, më ka arrit thotë që kur robi bën bidat, thotë le shejtani të adhurojë Allahun. Shejtani, le të adhurosh Allahun. Thonë do dietar pse? Se momenti ai do merret me adhurim, s'do kuptoj se çfarë është bidati që të saksoj adhurimin e tij. Sa robi kur e sakson adhurimin e tij? Kur ka di, nëse s'ka di, se di çfarë është e mirë, çfarë është e keq. Si a di aty personi që kishte vrarë ato vetat, kur ikën te ai robi çai thot? A ka pendim për mua çai thot? S'ka pendim për ty ku të fal Allahut. Ndërkohë që kur shkoi te dietari, çai thot dietari? Kush është ai që pengon ty nga pendimi? Por se largon nga i vend se është veni keq. Ktu ka thënë dietari, tu është shefti se kush është dietari dhe kush është ai adhuruesi që merret me adhurim, është vlera e dietarit. Nëse s'ka mundsi, nuk gjen kështu, ti nuk je kokë në bidat, Allahu na ruaj, çfarë je? Pasus. Thot mundohet nxisi ty që ti të shqetësosh, të ofendosh njerëzit e sunetit. Xhamati, popull çfarë bën? Nxit që të ofendosh. Ti ofendosh njerëzit e sunetit. Dhe të bëjnë të kuptosh që ti po ndihmon të vërtetë. Po ti flet për njerëzit e sunetit, për njerëzit që ecin te e vërteta dhe kujto se po mbro fende të vërtetë. Qarë? A ti thot që Allahu i jep sukses që ta kuptoj se çfarë është bidati, sepse njeh sunetin, di thot dalloj me sunetit dhe bidatit. S'ka dashuri për njerëzit e bidatit. Bën Allahu thot që të pasoj Kur'anin, sunetin dhe rrugën e selefëve. Gjë thot që është e vështirë shumë, thot gjesh këtë kohë. Gjë që është e vështirë shumë, thot gjesh këtë kohë. Po tregon që njerëzit e sunetit janë, siç ka hadith që janë të huaj. Po e thotë Imam Ibn Qayyim para 7, Imam Ibn Qayyim ka vdekur se zgabojmë 751-shin, ne jemi 1436. Pra nëse Allahu Azza ka dhënë sukses, ç'a të bën? Pra ti e sunetit kalon te grada 3. Po që të ruhesh nga rruga e parë shejtanit, shirku dhe bidati, robi duhet të realizojë, dini çfarë duhet të realizojë, të saksoj tamam? La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. La ilaha illallah, se s'ka të adhuruar me drejt përveç Allahut. Të thotë që tauhidi, la ilaha illallah, bie ndesh me kë? Me shirk. Nëse do saksoj Muhammed Rasulullah, kjo është kundërshtim me bidat. Se Muhammed Rasulullah do të thotë kuptimi i saj, Muhamedi është dërguar i Allahut, po nga kushtet e Muhammed Rasulullah është që çdo urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ti zbatosh. Nga ndalesat largohesh, lajmet që ai ka lajmëruar ti besosh ti të vërteta dhe mos ta adhurosh Allahun vetëm sipas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos ta adhurosh Allahun vetëm sipas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë që kjo bie ndesh me kë? Me bidat. La ilaha illallah bie ndesh me shirkun, Muhammed Rasulullah bie ndesh me bidatin. Dhe nga la ilaha illallah Muhammed Rasulullah merren vesh dy kushtet, janë dy kushte që Allahu ta pranojë veprën. Nëse s'janë këto dy kushte, Allahu s'ta pranon veprën. Sinqeriteti dhe pasimi i sunetit. Sinqeriteti dhe pasimi i sunetit. Arrova të thosh ai fjalë se ishte fjalë e bukur e Muhamedit për këta xavarijët, thotë që për këta ISIS-in, thonë që ISIS-i, ta lexoj këtë fjalë. Thotë ISIS-i është shtet kriminal, shtet që kryen krime, nuk është shtet islam. Islami nga ata dhe nga ata që nga veprat e tyre është distancuar. Dhe dietarët kanë folur për ta. Njerëz dietar thonë që dietarët kanë folur për ta.
Pra duhet ta di muslimoni të rënjoset që Islami s'ka lidhje fare nga fjalët e këtyre veprat e tyre është i distancuar më lart. Pra Islami s'ka fare lidhje me gjithë këto grupet që përmendëm me terrorizmi, duke qenë nga ikhwancat, këta që quhen Al-Qaida, ISIS, Nusra, këto veprat e këtyre, fjalët e tyre janë larg Islam. Nëse kep Allahu sukses dhe herë tham që të largon nga kush? Nga bidati. Shejtani mundohet që të futesh ti te grada e tretë, te gjunafet e mëdha. Te gjunafet e mëdha, që robi të bëj gjunaf të madh. Një nga përkufizimet e gjunafeve të mëdha është ajo që ka përmend një nga dietarët, thotë fema fi haddun fi duna au tawa'udun bi ukhra sam kubra ala nasfi Ahmed. Thotë çdo gjunaf që ka dënim këtë botë apo ka kërcënim për dënim botën tjetër. Ky është gjunaf i madh, thotë fjala e Imam Ahmedit. Thotë wa zada hafidul majd, ka shtuar thotë nipi i Mejdit. Kush është ky Mejdi? Mejdi është Mejduddin ibn Taymija, gjyshi i Sheikhul Islam ibn Taymijës. Thotë ka shtuar ibn Taymija rahimahullah ma fihi tawa'udun, thotë wa zada hafidul majd ma jaa wa'iduhu bi nafyin li imanin wa tardin li mubadi. Gjithashtu për gjunafet e mëdha është ato hadithe ku thotë nuk beson. Ose gjunafet që kanë lidhje me mallkim. Pra këto janë nga përkufizimet e gjunafeve të mëdha. Pra nëse shejtani nuk fut bidat, fut te gjunafi madh. Dhe mund t'japi ty atë anën e shpresës, se ti je njeriu i sunetit, se ti ke akide të pastër. Njerëzit e bidatit janë kështu. Pra me fjalë që janë hak, ai do ku çoj te kota që ti të bish në gjunaf. Pra që me anë këtyre fjalëve ai të fusit te këto gjunaf. Te gjunafet e mëdha, të fusit te gjunafet e mëdha. Sidomos sot kur ai personi që i bën këto gjunafet e mëdha është dikush me dije, njëri dietar e tjerë që janë me radh, mundohet që këto gjunafe që ai bën çfarë bëj? T'ia hapi. Me çfarë qëllimi? Ose pasuesit e tij t'ia hapin që t'i largojnë njerëzit nga që përfitojnë prej tij. Dhe një nga belat që të bite kjo është që robi e kalon, domethënë shpresën e ka shumë të madhe, gjë që është gabim. Robi në këtë botë duhet të jetë me shpresës dhe frikën. Si disa për dietarëve i quajnë si krahët e një zogu. Nga janë në shfrika, nga janë në shpresa, koka është dashuria për Allah. Pra nëse një nga krahët e zogut ka problem, çfarë bëj zogu? Kështu është kur ke probleme me shpresën dhe me frikën. Madje thon dietarët, po ti shohësh i përmendin hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që robi nga janë të ketë frikë, nga janë të ketë shpresë. Thotë, ka qenë para jush një femër imorale dhe e kishte kapur etje. Gjen thot një pus apo diçka ujë, futet aty thot dhe pi. Kur del prej pusit ose ku del prej aty ku mushi ujin, shef thot një qen që ishte jetur. Thot ky qeni thot ishte që ka jetur si çisha unë e jetur. Merr atë pusën e saj apo atë çizmën e saj çka kishte, ikën e merr ujin dhe ja jep qenin të pi. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e lavdëroi Allahu për këtë vepër thot dhe e futi në xhenet. Kjo çfarë besimtari kur ngjon këtë çfarë kanë zemrën e tij? Shpreson që Allahu të fusë mëshirën e tij. Sa kanë lënë këtë hadith, kanë përmendur hadith tjetër brapa. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ditën e namazit eklipsit thot kanë pas zjarrin e xhehenemit. Dhe kam pan të thot një femër që është dënuar zjarr xhehenemit për imacën. Pse? Thot, ai thotë, si më thonë, bllokoi atë macën. Pra nuk e la dilte, as i dha ushqim thot, as e la të hante për insekteve. Dhe ajo çfarë bëni? Ndurdhi. Thot ky person do dënohet zjarr për këtë gjë. Po kjo çfarë bën? Çai nxlin zemrën e besimtarit kur ngjoj këtë hadith. Frika. Pastaj ka thënë nga Imam Zuhri që robi thot mos ta tejkaloj, mos I thot të dy hadithe, thot që robi mos ta tejkaloj as frikë as shpresë. Kurse tjetër pra ta ketë dhe frikën dhe shpresën, sidomos kur vetë aty e nxit nga gjunafet, ai çfarë duhet t'i japi përparësi? Frikës.
që ti do dalësh para Allahut dhe do llogaritesh. Pra kjo gjë duhet pas parasysh. Dhe thot, nuk shpëton prej kësaj vetë ai që njeh emrat dhe cilësitë e Allahut, dhe thot, ai që e njeh Allahun më shumë, e ka frikë Allahut më shumë. Ai që e njeh Zotin më shumë, ai ka frikë më shumë. Inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Ata që kanë frikë Allahun ashtu azza wa jalla siç duhet janë kush janë? Dieta. S'ka mundësi me të futë të kjo gjë. Nuk ka mundësi domethënë te gjunafet e mëdha. Mundohet thot te gjunafet e vogla. Mundohet që robi mundohet të bëj gjunafe të vogla. Pra ja lehtëson këto gjunafet e vogla, pra mundohet që ti bëje. Dhe ka përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Iyyakum muhaqqarati dhunub. Runi thot nga ato gjunafet e vogla, po ka ato gjunafe që robi nënvetson. Gjunafe që robi i nënvetson, i qunë si gjona të vogla. Pse? Thot se disi është shembulli këtyre gjunafeve, thot është si disa njerëz që janë në një lëndin, dikush i kanë merr një shkarp apo dru, nuk e di domos si thon ju, dru, dikush vjen me i dru, çfarë bëhet? Bëhet zjarri, thot, dhe ata pjekin bukën. Zjarri bëhet i madh, pjekin bukën. Pra do thot gjunaf, lidhet gjitha derisa niset zjarri. Dhe robi kur merret thot përgjegjësi me gjunafet kur mbledhen këto gjunafet e vogla, çfarë bëjnë? Çfarë bëjnë? E shkatrojnë, thot pejgamberi. Po ju mblodhen këto e shkatrojnë. Pra robi nënvetson, mbledhen dhe e shkatrojnë. Ky është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E shef që s'ka mundësi se s'do më zgjat, ndoshta edhe ju keni kohë që do më just. Thot e shef që nuk e botë të gjunafet e vogla. Këto tani më mendu, mos i do vi grada 5 në Kain, thot, kush është ai thot që vinte të gratë? Shumë nga një shejtani kap të gradat nuk e le deri këtu, e ka kap të e para, Allahu në rrit të gradat e para. O shirk, o bidat, o gjunafe mëdha, gjunafe të vogla. Vjen thot e pesta. Mundohet thot që robi gjërat e lejuara ti shtoj shumë. Imagjino tani, që të bëj shumë gjë, o po shhalal. Thot rregull, pa i bën të shtosh, thot, se ti po bën shumë halale, nuk do merresh shumë me vepra të mira. Pra imagjino çfarë gratë shtikin ty te Allahu azza wa jall. Thot ato gratët e larta do t'i ikin një, do mundohet thot që të lesh sunetet, pastaj çoj që të lesh sunetet, le obligimet. Hadhe Imam Ahmedi ka thënë fjalë goxha për ato që le vitrin. Pa e fal. Ka thënë që s'është burr i mirë, nuk është person i mirë. Do më kur e kanë komentuar dietar thot robi që përton ti vitri më pak është falet një rekat. Thot ti përton me fal një rekat. Pra kur ti ke neglizhencë një rekat, kjo neglizhenca mund të jetë dhe vepra të tjera, por robi s'duhet ti nënvesoj këto veprat e mira. Sepse mundohet shejtani që çfarë? Që çoj ty nga këto veprat e shumta të lejuara, çoj të lesh sunetet, pastaj të lesh obligim. Një hadith që më pëlqen e përmend shumë me gjithë hadithet e pejgamberit sa më të bukura, e duhet besimtarit të pëlqejnë, kënaqet e të zot, me kuptu se sa e rëndësishme është koha dhe se sa vlerë ka puna e mirë. Thot, ka vllazëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mes dy prej sahabëve. Pra i bëri si vëllezër. Ata vëllezër janë nga Islami, por si vëllezër. Njëri thot vdes para tjetrit një javë. Vdes njëri, pastaj mas i javë vdes tjetri. Kur shkojnë të falin xhenazën këtij dytit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot, "Çfarë thas në xhenazë?" I tham, Allahumma ighfir lahu, apo Allahumma ighfirhu wa alhiqhu bi sahibihi. Tham, o Allah, fale dhe pa shkoj me shokun e tij. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, "Aina salatuhu ba'da salatihi? Aina sawmuhu ba'da sawmihi? Aina amaluhu ba'da amalihi?" Ku është namazi thot që ka fal ky mas atij? Pra mas ai dish ky ka fal namaz ajo. Ku është agjërimi thot që ka kry ky mas i ka vdek ai? Ku është veprat e këtij mirë, veprat e mira ti thot mas i ka vdek ai? Mes këtyre të dyve thot ka gra thot sa ka distancë mes tokës dhe qiellit. Pra distanca në xhenet mes këtyre të dyve është nga toka në qiell. Për sa punë, për sa ditë punë, për një javë. Pa robi s'duhet i nënversoj veprat e mira. Xheneti ka gradë.
Dhe momenti që ne alhamdulillah gjithë lutemi Allahut me na fut në xhenet. Pra lutim Allahun që të na fusin në xhenet, po duhet me bë, do mundu me bë shkaqe që të fusin në xhenet. Dhe për këtë të para Ibn Qayyim thotë, nëse njeriu do lumturinë, nëse do të lumturohesh, thotë plotëso 3 gjëra dhe largohu nga 3 gjëra. Do lumturi, plotëso 3 gjëra, largohu nga 3 gjëra. Dhe çoja Allahun me adhurim, këto që kaloj. Paso sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bindju Allahut. Largohu nga shirku, bidatet dhe gjunat. Do lumturi. Paso tauhidin, sunetin dhe bindju Allah. Ruhu nga shirku, bidatet dhe gjunat. E thot, po të shofësh thot shejtani kurthin këto 3 gjëra ngri. Shirk, bidat, gjunat. Prandaj domethënë këto gjëra duhet besimtarit i ketë parasysh. Pa ketë parasysh sidomos shkollën, domethënë kur ngjo disa fjalë për selef dhe robi çuditë, e kupton? Thu ne ku jena? Thot disa prej tyre kanë thënë, gjëja koha më e vështirë që unë kam thot kur ha bukë. Pra e shifte që kur hante bukë i humte kohë. Imagjino domun çka grade, edhe humbje në hangër grënje bukë e çunte humbje kohë. Imagjino. Le bukën, se të varet sa zgjat. Po dhe gjonat e tjera. Parubi duhet të shfrytëzoj kohën e tij sa të ketë mundësi, gjithë secilit mundohet sa të ketë mundësi. Allahu zbetu wal asr. Pasha kohë. Kur Allahu betohet për diçka, robi duhet të ketë parasysh që Allahu betohet me çka doj, krijesës nuk i lejohet betohet vetëm me Allahu. Nëse betohet me emrin e dikujt tjetër përveç Allahut ka bë, siç thotë pejgamberi ka bë shirk. Nëse Allahu betohet me diçka, pra me gjitha këtyre, dije se ajo gjë është shumë e vlefshme. Pra në këtë rast, koha shumë e vlefshme. Dhe robi duhet ta shfrytëzoj. S'ka mundësi dhe me këta, ju thash, si thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot, po ti shofësh, thot ku ka arrit shejtani me këtë gradë, thot shumica njerëzve i ka humbë gradët më përpara. Ngjojeni këtë tani. Thot që te kjo gradë shumë njerëz nuk i vetemeni. Mundohet shejtani mes 2 veprave të mira, të dyja janë dashura tek Allahu, ti të bësh diçka që do Allahu dhe të lesh atë që është më e dashur tek Allahu. Pra të dyja veprat i do Allahu, po ai bën që ti të veprosh atë vepër, ndërkohë që tjetra është më e dashur tek Allahu. Morim një shembull. Adhurimi, dia. Adhurimi nafile, kuptohet se farzet i kemi obligim gjithë. Nafile, me dijen. Të dietarët dia është më e rëndësishme sa adhurimet në përgjithësi. Pse thotë? Sa i dietari ka dobi dhe për veten dhe për tjerë. Ndërkohë që adhuruesi dobin për kë ka vetëm për veten. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka përmend, si ka dhënë atë vlerë mes dietarit dhe adhuruesit, si ka thujt fadlul alimi ala al-abid ka fadli al-qamari ala sa'ir al-kawakib. Vlera dietarit ka shi adhuruesit është si vlera hënës ka shi yjeve tjera. Hëna kur del hëna keni pa në qiell. Çfarë bën? Ka ndriçojnë shofirë. Kurse kur del ylli për kë ka dritën? Vetëm për vete. Ndërkohë që hëna është për gjithë ai dietari, yarhamukallah. Ai dietari pra ndriçon dhe për tjerët, e ka dhe për vete dhe i bën dobi dhe tjerëve, ndërkohë që adhuruesi ka domin vetëm për vete. Pra shejtani mundohet mes 2 gjërave ti të zgjedhësh këtë. Thot Allah më shiroft, nuk i ka arrit aty ndije, thot që shejtani shif çfarë ku mund të shkojë. Mund t'i hapi njeriu thot 70 dyert mirës, dyert të mirës, që ta fusi atë thot o një derë që është më e keqe se këto 70-ta, ose të le diçka më të mirë se sa këto 70. Jo gjë ku arrin kurthi i shejtanit. Nëse s'ka mundësi as me këtë, i ka dhënë Allah azza wa jall robit që njeh Allah azza wa jall, e di se si janë veprat, kush është më i dashur tek Allahu e kush është më pak, kalon te grada e fundit, grada e fundit, që nëse thot do ishte dikush që do shpëtonte prej kësaj, do ishin dërguarit Allahut.
Po as dërguarit Allahut nuk kanë shpëtuar për kësaj. Çfarë është kjo? Unë po ju them i hadith, thot kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar te Waraka ibn Nawfal. Kur Hatixha kur erdhi shpallja, shkoi e çoi Hatixha te Waraka. Që dëgjonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi shpallja, kur erdhi Xhibrili. I ka thënë ja lejteni jadhan idh yukhrijuka qaumuk. Sikur ti isha i ri, thot kur populli yt do nxjerrë o Muhammed. Imagjino pejgamberi sallallahu ça pozicioni kishte në Mekë. I thonin Emin, besnik, etj më radh, madje kur i ka thirrë i ka thënë, nëse do ju thosha unë që armiku ju ka ardhur me ju luftu, do mbesoni? Po. Po imagjino çka grado kishte pejgamberi sallallahu thot sikur ti isha i ri, thot kur do nxjerrë populli yt. I thot a u mukhrijiyahum, po pse do nxjerrin, do mdopojnë, do më largojnë? Thot nuk ka ardhur njeri me këtë që ka ardhur ti, vetë se është armiqsu, vetë se është kundërshtu. Pra nëse ti vjen me këtë të vërtetë, do kesh njerëz që do të kundërshtojnë. Thot Imam Ibnul Qayyim, me që po mendoj sot Ibnul Qayyim po mendoj shpesh, Allahu më shërof, thot wa hadha mustamirrun fi warathatihi. Kjo gjë thot vazhdon dhe te trashëgimtarët e pejgamberëve. Pra, po deshet paso sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do kundërshtohet si vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai than, çai than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sahir, magjistar, mejnun, budalla, fallxor. Thot Imam Sabuni, njëjtën gjë thot që e bëjnë bidatshit me pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra shafirat e bonin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam bidatshit, jo se janë qafira, por se ndjekin njëjtën rrugë që bonin qafirat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj grada e 7 është që iblisi ç'a bën, shejtani ç'a bën, mundohet ato ushtrinë vet për bidatçive, njerëzve që e pasojnë atë, ti shqetësoj njerëzit e sunetit me zemër, pra në zemër duke i fut vezvese, cytje, me fjalë, me vepra, goditje, mund shkoj deri në ofendim, sharje. Pse? Që njerëzit i largojnë që të përfitojnë nga njerëzit e sunetit. Që as njerëzit e sunetit kanë dobi shpërblimin e davetit dhe as ta mos kanë dobi për t'ju përgjigjë thirrjes të vërtetë. Pra mundohet me çdo mënyrë që t'i shqetësojë njerëzit e sunetit e tjera me radhë. Gjë që i ka ndodhur dhe pejgamberit. Dhe sa më e lartë jetë grada e njeriu tek Allahu, aq më shumë kjo i ndodh. Sepse pejgamberi sa çka ka thënë, njerëzit që kanë sprovë më të madhe kush janë? Ashhadu nasi balan, njerëzit që kanë sprovë më të madhe janë al-anbiya, janë pejgamberët. Thumma al-amthal fal-amthal, pastaj ai që është gradë më të lartë, pastaj ai që është gradë më të lartë, yubtala al-mar'u ala qadri dini, sprovohet njeriu sipas, thonë ato dietarët, ala qadri imanihi, sipas imanit tij. Pra sa më të fortë ta ketë imanin, sprovat janë akoma më të rënda. Pra këto shqetësime robi nëse do ecet e vërteta do i ketë më shumë. Do i ketë më shumë. Pra mundohet shejtani që nëse nuk ka mundësi, pra mundohet që nëse nuk ka mundësi me i grad, e fut e grada tjera, e këshu me radhë. Them mjaftohemi me kaq. Subhanallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.